Allahun e falenderojmë. Prej t'i falje dhe ndihmë kërkojmë mbrojtje prej ligave të shpirtit ton. A që Allahu subhanahu wa ta'ala e udhëzon në rrugën e tij të drejtë, nuk ka kush që humb, ndërsa të cilën e lën të humbur nuk ka kush që udhëzon në rrugën e tij të drejtë. I dërgojmë salavatet Muhammedit alayhi salatu wassalam, familjes tij të pastër, shokëve tij të ndershëm dhe gjithë atyre që ecin dhe e ndjekin rrugën e tij me përpikshmëri. Të nderuar vëllezër, në këto minuta të cilat do të jemi së bashku, kam zgjedhur një hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që është hadith që na e definon një problematik apo një shqetësim tonin apo një çudit tonën, që kur i shohim disa njerëz të vepru disa gjëra, kur më njëherë reagojmë na thojmë, çysh breboni kështu? Pse breboni kështu? Tash e kupton çka ju mungon këtyne njerëzve. Ju mungon kjo gjë që cilën do të flasim na për to, se sikur se ta kishin, nuk kishin me i bo ato vepra. Është hadithi an Ebi Mes'udin radiallahu anhu, qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, innama mimma adraka an-nas min kalami an-nubuwati al-ula idha lam tastahyi fasna ma shi't. Thot Ebi Mes'ud el-Bedri radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, ndër urtësit pejgamberike që kanë arritur njerëzve deri me të kohën tonë, deri me sot, janë dhe fjalet, nëse nuk ke turp, vepro çka dush. Nëse nuk ke turp, apo nëse nuk turprohesh, bëj që të duash. Ky hadith, dashurit e mi, apo kjo fjalë e urt ka qenë të këtë pejgambert, të krejt popujt. Prej hadithit kuptojmë se turpi qenë ka të krejt popujt. Nuk qenë ka veç ky ymmet i urdhërum të këtë turp. Atëre turpi, dashurit e mi, është vlerë. Turpi është dritë e zemrës dhe shenjë e besimit. Ai që ka turp, kjo të regon se a i posedon iman në zemrën e ti, besim në Allahun subhanahu wa ta'ala. Kur turpi humbet, dashurit e mi, hupin vlerat njerëzore, hup fetaria, shuhen virtyte që Allah subhanahu wa ta'ala i ka bot tek njerëz. Për atë dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e cilësoj turpin, tha, el haja'u min el iman. Turpi, tha, prej imanit. Turpi o prej besimit. O dashurit e mi, çfarë është duke ndodhë me popullin ton? Çfarë është duke ndodhë me rinin ton? A thu val, rinia jon, populli jon, nuk kanë iman? A thu val, për ju mungon imani, besimin Allahun? Nëse dënë me i vërtetu këto fjalët e mia, me pa që të ndodhë këtë shoqërinë tonë, hynë në për rrjetet sociale. Hynë në për rrjetet sociale dhe keme i pa djemë të rije dhe vajzat të reja që piktur piskan. Piktur piskan, bile me kanë bo vlerë, unë e kom thonë dhe do të vazhdoj me thonë se jetojmë një kohë kur antivlerat në u kanë bo vlera. Për Allah, kur ka qenë vlerë me dojë qika cullat? Kur ka qenë vlerë? Për Allah për ju pysë, kur ka qenë vlerë që një vajzë mos ketë turp? Kur hiq? Po kjo është ajo moda. Nëse gëzojnë me i thoi, po çfarë mode kjo punë e ndytë që ne i ka bo vajzat tona, motrat tona, me dalë mu garu, cila po zhveshet ma shumë për me marë lajka ma shumë, për me marë vjusa ma shumë, për me pasën live aty vjusa ma shumë, sa ma vulgare, sa ma e deshur, për me hi me shqyqu. Nuk po i kritikoj veç vajzat, me thonë, edhe djemët, çuditesh me gjuhën e tyre,
Çuditësh ka flasin për ata sy dashurit e mi. Duhet t'i frikojmë Allahut subhanahu wa ta'ala. Nuk jo këto vlera. La kurisia, vallahi billahi s'është vlerë. La kurisia nuk o vlerë, është anti-vlerë. Edhe kjo të regon si të vajza, si të mashkulli, sa ma shumë i qplut është vajza dhe mashkulli, kjo të regon hidrimin e Allahu subhanahu wa ta'ala, që Allahu subhanahu wa ta'ala e konto. Për atë arsy, dëgjeni dashurit e mi, kom zgjedh një ajet që Allah subhanahu wa ta'ala që shë përshkruan njërën prej vajzave të Shuaibit a.s. Shuaibi ka qenë një për pejgamberve të Allahu të bareke wa ta'ala, ka qenë pejgamber dhe ka pas një dhondër pejgamber. Kanë Musa a.s. Musa a.s. ka qenë dhondër i Shuaibit a.s. që Allahu si e përshkruan momentin kur njëra është ngjarja e gjatë, ndoshta i vjen në rasti kur Musa a.s. i kanë ndihmu 2 vajzave të Shuaibit për me mbush ujë në Medjen. Tani kur Shuaibi e ka kërku, e ka pa virtytin e lartë, mas sporti, edhe këtu vjen se dhe Musa a.s. ka qenë i turpshëm, kur përshkruhet ka në përshkrim e thot, vallaj se ka që kokën e ti, thot kur ja ka po shërbimin vajzave. Sot ma kur e shojmë një djallë të ri që e ullë kokën, e i shumë i mbarë se në ke vurë. S'pa folë me kërkat, nuk pa folë me asë një qikë. Jo be nuk ka puna na për mbare, po imanin a dhirë neve. Po, na vlasim me qika që Zotë e kalon halal me folë me to. Sot vlerësohet kur një njeri, kur një djallë i ri, folë mrapsht, e shton mrapsht, e qysh dur, thot, sa i gjallë, dy mashallah i koft, sa i këfill. Dresh një la që të i thoni këfilt. S'len haram pa e po. S'len qik pa e mbutë sa më këtan. Tha i këfilt, pa qëfar i këfilti? Kjo trullan katror. A ka njeri ma trullan sa i cili e ngarkon vetën me gjuna për Allah subhanahu wa ta'ala. Ama shëqoj se e përshkruan Allah te bareke wa ta'ala, njerën prej 2 vajzave të Shuaibit thot, ba'da udhu billahi minash shaitanir rajim, فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. Njëra prej tyre tha, dhe erdh dhe ecte me turp, pasha Allahun, ato të ndershmet, ato namuzlinkat, po thonë, që kanë namuz, edhe kur hecin barë. Ku jo do, zot falna, ja Rab. Kur del, tak, tu kërësit këtë, o ka del me nëllë që të kalit, a me qka? Thuk në mësë më vjen farë kere kalin baski, kur është ajo, gospodja. Parfimi vjen era, 5 kilometra era parfimi vjen. Ama burit vet atje i vjen era kep në shpe. Në shpe era kep, të buri vet. A në rrugë kur del, Wallahi edhe hecja e besimtarit edhe besimtarës ka marifet. Lukmani a.s. kër e porositi djallin e vetë, tha o djallin jem, mos hecë në rrugë me mende malsi, se aty në kamerë, ku ka një gjizan, i kena tash da feministe, që përda të ka i sulmon kë, ja, me edhe mashkët i sulmojmë, edhe mashkët i kritikojmë, se ju në edhe mashkët da që si së spoj me folë, se jam mi mberë këtu, se e kom një emen, da kërdel, sa më të dhe Kazanova, mare, qa me të thonë, Zotit drejtoft, ja Rabbel Alemin, ja bre, i tha, o djallë jam, tha, kur të hecësh, hecë ta me përullësi, mos hecë me mendemadhësi. Sa Allah si donë mendemadhë, si donë njerës mendjemlaj. Ama shqët dashurit e mi, Allah subhanahu wa ta'ala po këthejmi të ajeti, e përshkrujt i tha, erdh njëra prej tyre duke hecur, tha, me turp. Shqë Allah subhanahu wa ta'ala nuk e përshkrujti trupin e saj, nuk e përshkrujti gjatësin e saj, nuk e përshkrujti bukurin e saj, po e përshkrujti gjën më të madhe dhe gjëja më e shtrejt, stolin e gruas, stolia e gruas është turpit dashurit e mi, ajo gru që s'ka turp zvyn gjo hiq, gjo zvyn, gruja pa turp ta bën shpi gjehnem,
Xhehenem e bën shpinë. Ta din dashurit e mi se turpi është margaritar. Allahu ati që i ka jep turp, i ka jep hajër të madh. E turpi dashurit e mi, ulemat kanë thonë është dy lloje. Turpi që njeriu lind me ta, edhe turpi që fitohet. E ajo tha që fitohet, prej nga fitohet prej dijes dashurit e mi. Prej vetë dijes, turpi me Allahun, sikur se ka qenë Osmani radiallahu anhu. Si shasa i turp se më ka qenë radiallahu anhu. Kur thot subhanallahu i ladhim, organin e ti gjenital thot se ka pa. La ilaha illallah. Do e kanë si me shtok biliardit. Allah kjo t'jen keq apo do njerëz pikmarës kanë. Ai kur radiallahu anhu se ka prek organin e ti gjenital. Kur hiq. Dubi përmenda u dy rasta dhe me mbyllët bënë. Me të rëgu se neve po na mungojnë këto. Fatime bintu Muhammed, Fatimja e bia Muhammedit, radiallahu anha, e tahiratun mutahara, e pastërta, bia e të pastërtit, ka pas turp për të vdekur me të dashurit e vi. Për të vdekmi ka pas turp. Falem për të gjallë, me thonë, e vdekur. E vdekur, ka pas turp. E ka pas gojlen kur des, mos me e pot gjallë trupin e soj. Kur e qesin të nëshirë, kur e qesin aty në gurë gjenazës, me a falë gjenazën, nuk ka pas qef me a pa kush trupin, me u përkufizu trupi soj. Nuk ka pas dëshirë, me u përkufizu trupi soj, këtë porosi po du me o jep edhe do motrave tona me shamia. Që jonë të jep i bret. I bret, bre. Leqi se kja vesh shamin që shduhet, e se ka qitë shamin që ka urnu Allahu subhanahu wa ta'ala, po del në për TikTok e në për Instagram e jep i bret. Qysh bërë një bojtër me musik, qysh bërë një që ka qitë shamin kry del me muzika në për TikTok, ka qysh, kalzona që ta utan. Del edhe qëtë, e reklamon teshat, sot i bleva o në këtu tesha. Se thush TikTok tjera, së pëtika që ka qajnë tesha ta utan. Ashtë qëje, Fatime bintu Muhammed, radiallahu anha, e para që e ka një sunnetin, basaj, vazhdo në sot e kësaj dite, në shumë vendet muslimanve, inshallah Allahu subhanahu wa ta'ala, edhe në vendin tonë e bon të më unë gjallë kësë sunnet. Ka thonë, kur të vdesune, ekstra të tabuti, ka thonë, të pjesë e trupit, bëmane një pjesë të ngrit me kështu, një tabut ekstra, që mos shije trupja mu përkufizu. Sot e kësaj dite, shkon Meke, shkon Medine, që ka gjenazet bjen me pa aty në barë e shetë e bajt, dalot gjenazet e moshtut për të femnës. Jo mu përshku trupi i saj. E ka pas gajle e vdekme. Mos mju pa trupi i saj, mos mju përshkru. O, Fatimi e bia Muhammedit, po qka është bo me do bia tuja, mare. Me do bia tuja, që dhojnë jena muslimane. Që dhojnë jena të, ne dojnë Fatimen, që s'kan torpish. Aisha radiallahu anha dhe me këta e përmbylla, kur ka vdek pejgamberi s.a.s. ju e dini që pejgamber varosën aty ku vdesin. Ka vdek në dhomën e Aishës, edhe e kanë qelë varën aty. Pastaj, kur ka vdek Ebu Bekri, ka lyp, ka thonë dungat pejgamberi s.a.s. E kanë varosë edhe pejgamberin s.a.s. Kush ka qenë në Medinë e ka po? Është varjo pejgamberi s.a.s. Omerit, Ebu Bekrit edhe Omerit. Thot Aisha, kur dish pejgamberi s.a.s. dhe dish baba jem, thot desha në dhomë, që në kushtet e saj, s'ka pas shpi 100 metra katror. Para me ndohë, ka pas vorin e burit në dhomë, vorin e babës, që aty ka ndajt. Tha deri sa ishte i vorosum, buri jem, pejgamberi s.a.s. edhe baba, risha pa shami, se kisha problemat pun. Tha po kur kërkoj Omeri mu varos aty, prej qërë Omeri kur thët shamin se kom hek pi kokës, se më ka ardhë torp pe Omerit. La ilaha illallah, ja Aisha, ka ardhë turp prej vareve, kojon ato vajzat tona, ato gratë tona, cilat në dalin pa shami në rrugë. Hecin pa shami. I qëtë 800 kila, asi shlaga që adreqi i thojnë ato, jo shlagë, so shlagë që që i thojnë, së spjavë dhja se emnin, me ndreq flokt, mu zbukuru, makjazh, malter hesopi krejta, autonë.
Zoti na drejtoft ja Rabbi. Pse po I foli çto dikush thot po hoç ka dulen ku morën thun to. Ka thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka pyet një pikë grave të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam e ka pyet pejgamberin sallallahu alajhi wasallam ka thon ja Rasulullah, a shkatërohem na? A shkatërohem na do të thot në mesin ton ka të mirë? Ka thon po, kur shtohet e keqja. E çton vendin ton, nëse s'është shtu që tash e keqja, unë halasa pas ko marr vesh ka e keqja. Po Allahu na vop aty në që e ndalim të keqen, e largojmë të keqen, urdhnojmë ka e mira. Allahu na I dhuroft neve, familjarëve ton, vajzave tona, grave tona, ja u dhuroft turpin ja Rabbi. Allahu na stolist imanin me turp. Ç'kem turp, vallahi billahi nuk ka më shpëtuar një shoqëri. Nuk shpëton njeri përderisa nuk stoliset me moralin e Islamit, me dinit Islam. Allahu na përmirësoft gjendjen ton, na I fal gjunahet tona, na përmirësoft dhe na drejtoft për siratul mustaqim. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم.